Myftinia e Shkodrës vazhdon shpërndarjen e ndihmave të Ramazanit. Këtë herë ishte në ndihmë të personave me aftësi të kufizuar mendore Dega Shkodër. Teologu Arben Halluni e cilsoi muajin e Ramazanit si një muaj të solidaritetit, ndihmës, përkrahjes dhe mbështetjes për shtresat në nevojë. Myftinia e Shkodrës vazhdon shpërndarjen e ndihmave humanitare me rastin e muajit të begat të Ramazanit në shenjë solidariteti dhe përkrahje për ata që kanë nevojë më shumë. Sigurisht Ramazani është muaj që na nxit më shumë për bujari dhe mëshirë, dashuri për njëri tjetrin. Dhe me këtë rast unë falenderoj partnerët që sot është shoqata Helping Hand nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nëpërmjet mështenisë dhuron 35 pako, shporta e Ramazanit quhet ndryshe. Dhe uroj që të vazhdojmë të shpërndajmë sa më shumë mirësi dhe bujari për atë që na rrethojnë. Të paktën këto institucione, sidomos Myftinia, i ndihmojnë sadopak në këto festa që t'i festojnë e të njihen barabartë edhe me tjerë që janë vështirësi ekonomike. Tradita e shpërndarjes së ndihmave të Ramazanit do të vijojë deri në përmbyllje të këtij muaji të shenjtë për besimtarët musliman.